Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini, duhet të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Francë, do të hap dritaren për një nën, ai quhet Olsida Cako, e cila ka marrë guximin të denoncojë një person që i ka shkatruar jetën. E mori guximin pasi këtë hap të parë e bëri bashorti i saj Artan Cako, i cili vetëm përpara disa ditëve ishte në live me Odetën dhe tregoi dhe denoncoi një person nga Shkodra që gjatë kohës që ai jetonte në Shqipëri dhe gruaja ishte me fëmijët në Francë, i kishte gacmuar për ndjekur dhe kërcënuar bashkëshorten. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur live-in kur Artani ishte me mua, dua të prezantoj disa momente kur ky zotri tregoi gjithë problemet dhe vuajtjet që i kishte shkaktuar Shkodrani dhe i kishte shkatruar familjen dhe rikthehemi pasi gruaja e tij, Olsida Caka, po më pret dhe ka marrë guximin të tregojë të vërtetën çfarë i ka bërë ky person në Francë. Ndjekim këtë klip. Se kam kohë që kërkoj atë njëri, ai pra më ka shkatruar me familjet, ai person. Ky i dilte më ngacmonte gruan rrugë pa rrugë. Po, gruaja me 3 fëmijë ishte në Francë. E gacmonte pse s'del tia me pi kafe me mua, pse nuk vjen ti të shkosh me mua. Tu e kërkuar për kafe, hajde ma paguajnë kafe. Tu i thënë hajde pse s'vjen thjesht me mua, i thoshte mos e s'dine. Përfundoi te kërcënimi që e kërcënoi, i thoshte mbi mua 300-400 euro që të lera hatë tyja. Që më ka bërë shantazh dhe mua me shumë adresa Facebooku që i kam të rojtu të gjitha mesazhet, unë kam shku me gruan tënde, unë kam fjet me gruan tënde, qa burri e ti e leger, ti e pler, unë gjithçka, unë e me gruan tënde, shikoj vajzën tënde këtu, majak i femrave. Pa që për mua s'kam atë. Alas që kam punë një me gruan, për të qeshe. Grua ime më ka bërë denancime në polici këtuja për shkak të atit. Ka fillon shërët, debatet. Tani imagjinohet që me të thënë kush tani që hajde unë kam foto e video që kam shku me gruan tënde. E qartë. Qa ta bëj robi? Kaloj debati më rënd me gruan, me njerëzit, me gjithë kënë, me njerëzit asajtë, familjarët asajtë. Do të kishëm tërgoj zgjuarësi tjetër, ku i thonë ja me s'përthën më mirë, e me s'bërlu, ku i thonë që a është të vërtet, asa është të vërtet. Se nuk ka pas ndryshim në kur të gruja, në shkofra dhe në Amerikë, se ka pas ndryshim që me rrën vetëm. E dëgjuam Artan Cako nga Berati, i cili tregoi momentet që gruaja e tij ishte gacmuar nga Saba Grudaj, ky i fundit kishte xhelozuar dhe kjo gjë kishte sjellë shkatërimin e familjes. Ndërkohë Olsida Cako do të jetë me mua hap dritaren dhe e përshëndes. Olsida, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, juve? Mirë. Zemër, po çka ka ndodhur me ty? Se unë jam shokuar përpara disa ditëve kur Artani burri juaj ishte live me mua. Unë të filloj të tregoj se çfarë ka ndodhur me mua, e kam shumë të vështirë sepse në atë kohë unë kam vojtur shumë. Edhe kaq të vite që kanë kaluar, unë akoma nuk kam arritur ta marr veten. Nuk kam arritur ta marr veten për arsye sepse kam patur shumë akuza mbi mua të pavërteta. Edhe është dashur me gjithë këto probleme. Është dashur të mbroj fëmijët. Sepse fëmijët mi iknin në shtet, që isha unë e fort, në dashur të punoj, të jepja në Portugal. Unë kam që në 2023, që në vitin, që në muajin qershor 2023, unë nuk jam mirë, nuk jam rahat. Nga i moment që e kam njohur atë person. Zemër, qetësohu dhe do flasim të dyja, sepse je duke lotuar dhe kuptoj dhimbjen që përjeton, se mbi të gjitha përpos gacmimeve që të kanë ndodhur, të shkatruar dhe familja dhe kjo është më e rënda. E dashur Olsida, çfarë ndodhi që shoh? Nuk mundesh, unë atë temë kam pas mbyllur, jam munduar ta mbyll dhe nuk kam dashur
ta hap, sepse mua kur prek aty mua më dha, nuk e hap me asken. As me motrën time, as me nenën time, as me vllajën, as me kën nuk kam më mujt me hap. Sepse aty, vetëm atë nuk mundëm me ja fal as kujt. Ulsida, ndalemi të qershori vitit 2023, si u njohe ti me zotin Sabah Grudaj dhe çfarë ndodhi? Unë atë vit qysh në janar të 2023, mua burrin ma kapi policia u kthy në Shqipëri, nga mungesa e dokumentave. Unë i kisha dokumentat, ky nuk i kishte. Ky u kthy në Shqipëri, edhe unë nuk është se ishte hera parë që ishte kthyer, ky ishte hera e dytë që ishte kthyer, unë deri diku isha mësuar me 3 fëmijë dhe u bëra burrë grua për shtëpi. Okej, unë në atë procesin tim më kam vazhdu jetën me fëmijët e mi, pa praninë e këtij, jam njohur me gruan e zotnis. Ajo e ka emrin Aiko Valentina, Aiko Tina diçka tillë. Ajo quhet Argentina. Argentina quhet dhe të rastin shkurt Tina. Ajo e ka Argentina. Si Argentina. Argentina, po unë e njoh si Tina. E qartë, me emrin e shkurtër, po? Jam njohur me zojen tek ndihma, ku shkonin për të marrë ndihma, ku na jepnin emigrantëve, personat të që s'kan të ardhur, shkojnë për të marrë ndihma, shkojnë për të marrë ushqime gjëra, aty jam njohur me zoja. Në Francë, në qytetin ku jetonit, po? Në qytetin Metës, jam njohur me gruan e tij. Edhe kena fol, ajo në fakt ishte shtatzan me vajzën, me Noemin, me vajzën e vogël ishte shtatzan, edhe kishte nevojë për të marrë rroba, kishte nevojë për të marrë gjëra atje tek ndihmat, edhe nuk dinte të fliste. Edhe ato plakat franceze që u shpërndanin, e dinin se unë kisha vite se më njohin mua, edhe më thot mua, madam Çako, ta mund të zhvesh ti për këtë kësaj se është shqiptare. Shkova i përktheva zojen njëherë, se kishte nevojë me marrë një karrocë vepër. E qartë. Po nuk dinte të tregonte se sa mua ishe erë, se andej e këte, ke parasysh ato dojnë detaje. Shkova i përktheva, mirë e bukur, kryova ditë, se na kishte qelluar të njëjtën orë, kishte takimin ajo, të njëjtën orë kisha mua. Po. Edhe mirë e bukur, për çdo herë që shkoja më qellonim. Unë pak 5 minuta më parë, 5 minuta më parë, po do shikohesh. Edhe kjo më foli mua, si da je mirë, qa bën mirë. Thot kjo unë vetëm jam tu, jam me 2 fëmijë, jam me një djalë, vogël, edhe shtatzane. Prap mas i lindje pash, ande e këte u njohëm aty, akoma më shumë. Disa herë, kur më thot mua Elzida, ma jep numrin e telefonit, thot se ndoshta më duhesh na herë për të përkthyer, me qenë se flet frëngjisht. I tha shumë, po, me tha shumë të nga po, o ma thot mos ma shpëndaj, tha shumë, nuk njoh ke në këtu e nuk jam fort, nuk futëm, me tha shumë. Jo me tha shpën kam unë ajo. Ajo mori numrin e telefonit, ky zotnia ja kishte vjedhur, ose çka ka nuk e di. Nuk e di në botë, mas 2 javë o 3 javë, kështu ai muaj, diçka e tillë, unë vjen mesazhet në WhatsApp. Nga burri i saj, nga Sabahu. Nga burri i saj, nga Sabahu më vin mesazhe në WhatsApp, ishte darkë, unë jetoja me 3 fëmijë. E më thoshte që unë të kam por atje, të kam por këtu, ande e këtej, më ke pëlqyer, ande e këtej, ku ta di unë lloj vapit. Edhe unë një mesazh shkurtër zotni nuk më intereson ku më ke parë, syt për të parë janë, pa unë lëviz, unë nuk jam në shtëpi kur dal, unë punoj, thash kam 3 fëmijë, çka ku më ke parë nuk më intereson, unë po çfarë do? Thot e di thot se burrin ta ka kthyer policia në Shqipëri, thot ky burri jot thot nuk ban, burri jot është i rrugën, shumë ndaj këtij o zotni, më lëra hati thash kush je ti? Jo ndaj po këtej. Unë thot mua jam me letra 10 vjeçare, do me t'i ba letra ty, letra franceze, unë e gënjeva aty, më ime shumë i thash, nuk dua letra, thash në bërshti. Thot po t'ja i ke letra, thot i kam, ose i kam që po duhet ty, thash, unë nuk i kam, po nuk duhet në bërshti, kaj. Nga ajo natë e blokova.
Dhe nesmen. E dashur Olsida, në momenti që Sabau të shkruajti, ti e bëre lidhjen që ishte burri i Argentinës apo nuk e dija akoma? Në botë jo. Kanë kaluar 2 muaj e nuk e kam ditë se është burri i Tinës. Kanë kaluar 2 muaj e nuk e kam ditë se është burri i Tinës. Nuk isha ndjenjë fare. Po? Edhe më thot mua, nesmen, pas nesmen, mas 2 ditëve, mas 3 ditëve, më thot mua, ajde takohemi. Jo, nuk takohemi, thashtë se s'kam punë me ty, o zotni. Ose do takohemi, ose unë do të vrasë ty. More nuk të kam gjë bërë. Po, ti ke mund të taku me mua, s'ke ka shkën, ke mund të taku me mua, nuk takohem, edhe pikë. Vajzën e vogël kjo për të shkuar në shkollë, sa ta qërë vajzën në shkollë, ta tregoj unë. Një qërë vajzën në shkollë, une, tu këtë për shpi, ndalë në para në shkollë. Hajde këtu, po nuk vi marë zotni, hajde këtu. Wow. Ti do bërë qatë se mu, ore qatë do ore zotni, ti do bërë qatë se mu. Hajde me mu, hip makinë se do shkojmë Luxemburg, me pi kafe me, ore nuk dua o zotni. Aty i ka të dite, më ka dalë mas 2 ditë me pa. E kam blokuar në WhatsApp, më ka shkuar në Messenger. Nga Messenger e kam blokuar, a i ka patur mbi 7-8 karta, numër telefoni ka patur mbi 7-8 copë. Më shkruan të mesazh, unë e blokoja, më shkruan të prapë. Pra, a i filloi të përndishte dhe të kërcënonte? A i me përndishte dhe me kërcënonte. Më ka taku, kam dalë prej punët njerë në një vend tujtje ndej, si që është Borni, më ka thonë, hajde këtu. Mu më ka pagu e njeri, më ka thonë 4.000 euro vetë me pas foto dhe video me ty. Falë për shkërë, më ka dojtu dhe për moj kur, më tha, më ka paguar njeri 4.000 euro, tha, vetë me pas foto dhe video me ty. Ore, zotni, që po më intereson mua se qatë kanë paguar ty, edhe më tha, tu ka put njeri jo, tha, gjoja se kur njeri jo imi kishtë të thonë që shkokas më jo lësiden, e ndoje nga Artani, se do t'jap 4.000 euro. Moj kur mundit me ke hequr 4.000 euro nga dora, më tha. Ore, i thashën, nuk me intereson o zotni, kam thonë, nuk me intereson o zotni se çfarë bën ti, nuk me intereson. Pastaj më ka kapur në park, më ka tërhequr edhe a ka bon foto, as ka bon foto dukur karavitur, unë duke e shtytur, a bëra foto, tani shive që do të bëj. Pra, a i ushtroj dhe dhunë në park ndaj teje? Jo, nuk më rafi, po unë duhet të më kapte unë e shtyta, aty nuk e di se që ka, a më ka filmuar, telefonin e kishtë ndorë, pa ka filmuar, s'ka filmuar, nuk e di. Edhe më thot mua, unë më thot, tani ke për po që do të bëjnë ty. Tani thot, do të shpërndojnë TikTok, thot ti me mua, thot, i thot, ore ti, a je normal? Po, unë normal jam. Ore, mos më bëj keq, i kam, po mos më bëj keq, se nuk të kam faj. Vetëm, a i mua më thret Ola. A i mua, tërë jetën e ti, sa mua ju më thret Ola. Më thot, ojo Ola, unë ty do të bëj me vuj. Ola, ti me atë burë s'ke për ta gëzu, vetë kur të vdes unë. Vetëm kur të vdes unë ti e gëzon atë burë. Ti me atë burë ke marrë fundë. Ore i kam thonë, i kam dalë duke qarë. I kam thonë, ore i kam 3 fëmijë, e kam djalin e malë tash 15 vjeç. 16 vjeç po vete djalit, a nuk të dhimë se mos më dhimë se ta shkushi mua, unë duhe lektor, të më paguaj ti mua, mos të hapi gojën unë të burë jo. Ore, po që të paguaj e zëtni, qëfar bëra unë që të paguaj? Po, ti ishe me mua në park, unë tani do t'i qoj burit të në foto edhe video që dole me mua. Ore, qoja i thashune, qoja, me që unë nuk bëra gjë. Tani unë të kam dorë ty, ditë natë ma ka bërë vetëm shantar. I përgatiste mesazhe gjoja për burin, ministe mua. O që kam heqër unë në atë, e punoja. Të betohem për kokën e 3 fëmijëve, kam shkuar, kam punuar të familja franceze, kam shkuar duke qarë. Ka ardhë më ka gjithë plaka huj duke larë dushën e saj, duke qarë, duke u drejur. Olsida sa va, a i e mirë jam. Por qarë ke, nuk e di dhe s'kam hangur në gjesën, kam tensioni më ka herë, nuk e di se qarë kam. Ajo plaka me gotën e ujit ndorë, pi ujë, si da se ndorë sa e ke nga vapa. Sepse ishte muaj, ka qenë muaj qershor. Edhe gjitha këto i kam vujtur nga i. Iku kjo, qa ojta nga i. Nuk mërë të vesh, kishte shans me morë vesh me të mirë as me të keq. Nuk mërë të vesh me të mirë as me të keq. Më thoshtë, oj zoj, du pare, unë duhet më paguar si mund, që unë të mbyll gojen.
Morë, po që të mbi tërgoj se s'kam bërë gjë, ma zotni. Po, unë do bëj këte, unë do të shpërndaj në Facebook-e, unë do t'i them gjithë mecit që kush je ti e, të arqivar që je, pas taj talësh, ti që nuk vjen me mua, se nuk I bindesh a unë atit, e më thosë se ti që nuk vjen me mua, nuk do të altosh burin, atë dëstirin nuk do të altosh, se pra na I zjen ti me mua, atë gjysmakun, qas thoshte për këte. Edhe unë nuk dua, zotni, nuk dua njërë dy herë, derisa nuk munda me. Nuk munda me, se as hajam, as flijam, pa ta kaluar, inshallah, o zotë se provoj me atë problem që kam pasur, jam drejtuar policisë. Dhe ke bërë gjën e duhur. Më tha mua, se I kam thonë, o ti, zotni, se njërë më ka thonë e kam emrin Ardian, jo Adrian, do Ardian. Po. Më ka gënjur se e kam emrin Ardian. Më ka thënë që jetoj në Francë të vëllai. Qa më ka thënë tjetër? Më ka thënë lloj gënjesa. Pastaj dikur më mrapa doli vërteta. E dashur Olsida, si e zbulove që ishte burri I Argentinës? Që ti I kishe dhe numrin? Më thotë për mua, thotë, ti thotë bravo të qoftë, më thotë mua se nuk u dorëzove. Këte ma ka thonë, për kokën e të treve, u glifsha e vdek, unë qofës më ka thonë, bravo qofta se nuk u dorëzove, tha. Më thotë mua, bravo qofta se nuk u dorëzove, thotë, por njëri vetë më ka futët mua për me bonë të budalishe. Thotë mua, mjek, thotë 50 euro, thotë, ta mbyllim këtë muhabet. Se unë t'kam thotë si motrën time. Por këtë natë, kam thot si motrën, unë motrën nuk kam thot, po t'kam si motrën time, po më vjen keq për ty. Që e 50 euro sa pa, ndorë, edhe I kam thonë me mua ti, jo, I kam thonë mo, të lutem mos I bjo telefonit. Shkojnë 30 minuta, me më telefon. Duhet më u taku une. Por që më u taku, mëre? Duhet më u taku, thot se ai personi thot nuk bjen dakord, thot që I kam thonë e kam mbyll punën. Ai nuk bjen dakord, thot ai personi nuk bjen dakord që I thash e kam mbyll punën, ai do ta zgjasin. Unë e kisha mbyll si sabah, po nuk pranon ai personi jot. I tha more zotni nuk du më ardhore. Jo po do vish unë do të vras vojnë, unë kam beti hek me fore me fisa I krejtë, ti e din se prej ka jeti, ti e din se nga jam unë, nga e na ofër. O zotni nuk vit do të nuk duhet vit. Më thot mua pse nuk vjen dot ti? E para punë se thash nuk duhet, e dyta nuk kam gjë bërë mua zotni. Po të vish do rregullosh punën sepse ai personi nuk pranoi e thënë si vetë mi ka hell 50 euro që më dhe ti, mi ka hell për fytyrën, më ka thonë me këtë tallash ti me 50 euro ta si vetë. Un krap siç kisha çuar fëmijën në spital I bëj foto vajzës. Ja çojë zotni jam në foto, jam në spital I thash me fëmijën. Shiko ku jam. Ai ta ka Po familje. Nuk kam kanë në spital, kam kanë te doktorë gjeneralist. Te si quhet, te kabina. Mjeku I familjes. Po. Te mjeku I familjes. Edhe më thot mua, nuk më intereson mua fëmija jote, thotë jam të uzon me tjetrin për ty, thotë nuk bie dakord. Ba me bum, e bllokova. S'pata dërman, e bllokova. Kisha fëmin me 40, vajzën në kohë 5 vjeçë. Dhe ai ato foto e shfrytëzoi duke ja dërguar Artanit. Bravo. Edhe më thot mua, më thot mua, ke për ta po ti që s'bjen dakord me mua, ande këtë e tërë si vetë, I thash unë, nuk mundë më, I thash kam problemet e mia, jam në spital me fëmin të lutem me lerat. Nuk kam gjë bërë, e bllokova. Shkojnë 30 minuta 1 orë me numër tjetër. Duke më sharë, duke më kërcënuar, duke më thënë të fundit fare. Edhe e la njërë, nuk e di java dy, nuk më djeti, as nuk më gacmaj. Kur mas 2 javë, më prapë, me numër prapë tjetër, më thotë që ai muhabeti thotë u mbyll, thotë po unë thotë me atë personin thotë uzura, me atë personin tanë që më kishte fut me të nda me burrin uzura, por ai thotë jam zonë me te, thotë jenë harraf, thotë për fajnë tanë, thotë, edhe unë thotë gjitha mesazhet, jo, unë do të ndaj me burrin, thotë, unë do t'i them burrit që kam qenë me ty. Si mërë të me i thënë burrit ti që kam qenë me mua, po ne nuk ishim mërë. Nuk ishim, thotë, unë du me i thënë, unë du për që 4 rrutit, se mi hoj që 4.000 euro nga dora.
në momentin që ai filloi të kërcënonte dhe të merrte me numra nga më të ndryshëm, ti u detyrove të shkoje në polici dhe Artanit akoma si kishte treguar gjë. Jo. Unë kam shkuar në polici me mamën time edhe me babin tim edhe me asistentën time. Se unë jetoja në një apartament po kisha asistente sociale si me këshurte. I kam thënë asaj kështu kam probleme i person, më ka thonë Olcida unë të shoqëroj në polici, edhe kisha mamin edhe babin tim, se ata ndodheshin këtu në atë kohë. Shkova në polici, i bëra denoncim me Ardian, Ardian Hafaj apo Nuk e ka pasur Ardian, nuk më kujtohet. Sa aty ndodhet dhe Artani, që po na dëgjon. Po. Përshëndetje Artan. Unë i tha, shkoj në polici, edhe në polici të Francës, të Metë, që nuk e ditë që ta them, ka pritur Olcida 6 orë pa lëvizme. 6 orë për qefin ati, e 3 fëmijët vetëm në shtëpi. 6 orë pa lëviz kam nejtur duke pritur rallën, sepse kishte njerëz pa po. Edhe ja bëra denoncimin. Edhe i thash, zotni do të shkoj. Ai më bëri presion mua, ti nuk do të shkosh, unë do të vras vllajën, unë do të vras motrën që e ke në Francë, në Lyon, në Andej, ktheje djalin e madh, më tha vesh mos ta zonfra se djalin e ke 2 metra, unë ta njoh djalin e Andej kthej. Unë prapë shkova se nuk kisha dermat, nuk kisha çojë. Nuk isha e qetë shkova, i bona denoncimin. Kur mas i bona denoncimin, sigurisht që cupa, më mrapa ku pa, nuk më e men ku pa, te parë, më thot mua këtë. Ti thot s'ke kuptu asë gjë, me gojtë vetë. Pse e thot? Ti thot s'ke kuptu asë gjë, thot se ti thot gruan time e ke shoqe. Çfarë e thash? Po, thot ti gruan time e ke shoqe. Po ke thënë thash se jam beqare. Tha ju më çfarë beqare, tha unë kam guru, kam djalë, tha dhe vajzë vogël. Pra ishte ai që ta tregoi vetë që ishte burri i Argentinës. Vetë ma ka treguar se është burri i Argentinës, vetë ma ka treguar. I tha, a je burri i Tinës, tasha? Po, tha jam burri i asaj budallicës, më tha, me gojtë. Unë tha gruan e kam të marrë, më tha. Edhe unë e di tha se ti e ke shoqe, tha, po Tina tha është budallicë, tha është me marrë, tha kështu që unë tha s'ja vari tha Tinës, tha unë dalë tha kështu, tha ku gjej. Por me ty tha, që tha vërtet, tha ke tha kokë fortë, tha, po prapë tha, më tha ti vërtet që në kokë fortë, tha, po prapë tha nuk fitove, tha fitova unë, tha. Fitova unë, tha se të futa në shërë me burë, tha dhe unë dove nga burë, tha, i thash okej, a i burë i saj po. Një telefonuar filarë, hajde të takohen atina, dola e takova, erdhe, a fiu, ajo shumë bëjke ma, më dojke mua. Edhe dola e takova, në parë ku pam, i thash shuk. Po që atë thamë, tha unë e motër, tha, më pas ka vijë numën, tha. Më pas ka vijë, tha, po më vjen keq prej teje, tha. Më pas ka vijë numën, tha, po më vjen keq sa prej teje. Po në qofë se më beson, tha, sa jo është shkodrona o lezhona, nuk e di, më duke sa nga lezha. Po. Më thot, mua im lofësha këtë 2 fëmijë dhe, thot, në qofë se unë kam thot faj në këtë mes. O zojnë. S'ke, thash, po që ti them burit në tani më, ja i ka që mesazhin burit më, thash, që kam qenë atel me Olcidën. Tha, Olcida, se unë i dola duke qarë, tha, Olcida mos u tramë, dhe kjo mos u mërzit, thot, se me burin tanë flason, thot, unë thot jam, thot, gruaja ati, e unë i tregoj burit tanë, thot, trishto, mos u shqetëso se unë i tregoj burit tanë, thot, se kush është ta bargruta, do t'i tregoj unë, thot. Moj modri kam thonë nuk të beson, ai nuk të beson, ai nuk merresh do të vesh me Artanin, thashun. Artani është shumë nervoz, Artani është shumë xheloz, thash. Ata e njeh gjithë me që thot për la më Olcida, thot, po më vjen keq, thot pse pas ka qelluar edhe te ti, se nuk i e para më motor. Dhe deri në këtë moment që ti takove Argentinën, ai kishte çuar edhe mesazhe Artanit, burrit tënd, në Berat. Gjithë kishte quar mesazhe, kishte bërë të pamundurën, i kam thënë Ojtina. Më ka detyruar, e kam denoncuar Ojtina, i thash, kam shkuar në polici e kam denoncuar, po shumë mirë ja ke baba i motër, po si se kanë kap, tha. Si nuk e pasan kap? I thash, nuk e kanë kap Ojtina se nuk kisha adresë të tijen, se policia më kërkoi adresën. Ky më kishte gënjur, më kishte thënë të kundërtën. E qartë. Ai jeton të afër meja, 10 minuta nga unë, 10 minuta në kam nga unë. Ai më kishte thënë ka tjetër, unë kisha nisë policinë ka tjetër, se ti jam. Edhe thotë,
I tha mune, Mojtina, ti ma bërë mu këte, unë nuk i besojnë, mësaj, ti ma bërë mu këte, i tha shumë, unë të kam që halët, me thash, unë këna që halët bashkë, të kam thonë, Mojtina, jam me 3 fëmijë, jam pa burë, thash, kam shpinë mi kokë. Ajo si shqe, kemi qenë në park, vetëm e ka ullë bluza. E moj me si tani, em ka thonë, moj Olsida, po qëfar të themë unë, moj Olsida, shikoj e pak që më ka bërë mëra, më tha. Kur e ka parë Olsida të nëzirë, ja kam parë kraun të nëzirë, ja kështë e fut shilmat e barku, i kishin ngelur, ato janë, kanjat e kucve, i kishtë patur kuc, të punës, e i kishin ngelur mu në britë saj, thot Olsida, po qatë të the, moj Olsida, unë nuk mundëm të shpëtoj nga i, thot, ti rrezik shumë, moj Olsida, është dhunus, është agresiv, a i donë vetëm problem, po donë vetëm pare, a i ku të gjejnë, tha me zhvat, ku të gjejnë me gënyë, tha me mashtruë. Të mërshme. Edhe, prit, i tha mund, po qa të bëjmë, moj, nuk e di tha qa të bëjmë, mu më ka fut në kurs, moj Olsida, po pas ka futur edhe ty, tha. I thash, okej, Tina, me qenë se është shu në rejë. Unë e kam një ide. Se kë nuk po me iqesh, edhe pse ta kosha unë me Tinën, edhe pse e mori vesh, kë prap telefonon të po më rrallë. I kështë thënë Tina që Olsitën e kam motër. Thot të Tina, thot ta e kam motër. Ai nuk është normal, më thamu, ai nuk është normal, ai ka shkarë, tha. I thash, unë e di. Edhe, u mendova, unë as policia me denonциmin që i bërë, thash, unë kështë pa qëtësuar, që ti bej? U mendova si puna budallajt gjithë natës pa gjumë. Asistentës i kisha treguar, ajo sa vesh policia, si se s'ka që ti bej do të njeri. Edhe unë një thyrë asistentën time prap, i them, asistentës duhet të takuar me shefen e madhe. Me shefen e madhe që strehon azilantat e meci, më të madhen, e shefja gjithve. Unë me atë e kisha muhabetin. E kisha muhabetin se që kur erdha atërë, sikur më afroj qike, ke parasyshe, i thash duhet takoj Inesin, e dia i zotnia se kur është Inesin, e di shumë mirë. Edhe i thash duhet takoj Inesin, po thot e Olsida, për që arsye i thash për atë problemin që isha në polici, se s'kam gjitha akoma dërpa. Në rregull, ma shkruar në rendevu në si thojnë takimin për Inesin, finandit, shkoj të Inesin, i them kështu e kam punën. Thot, Olsida thot, a ke patur lidhje me te? A ke kanë lidhje dashurie me te? Drejt, shumë ka pa. A ke patur diçka thot si i vjen Intime. A ke kanë në relacion, a ke kanë relacion me zotnin? Jo, i thash, unë as në botë s'kam zgjen në relacion me zotnin. Sa herë jam taku, tha jena taku vetëm duke bërë llafe, ose i kam thonë hajde se po të sqarohen, na thashu se s'du mu taku me ty, vetëm kaq. S'ka patur tjetër gjë. Thot në rregull. Thot, aja din emrin e gruas? Po, po i thash ja di. Ajo din emrat e fëmijëve? Po, ja shkruaj unë aty se ja di jam edhe Tinës ta, po kam 3 vjet e që s'kam kontakt me ty, edhe ja kisha harruar. Djali thash unë e ka rigers, më duket. Edhe Noemi, vajza. Po. Thot mua, thot kjo, okej, thot. Po, djali thash unë më është prezentuar për Ardian Haka, jo diçka e tillë, po i pëlqen është Sabah Gruda, tha. Hyri në ordinator ajo, klikovi tak, tha e kam tha përsi për tha Lucida, është ta mbi mua, tha, edhe aty tha ku është e bërgjes si qulet, i strehuar, shqip, aty ku është i strehuar nga unë. Të lutem i thash më ndihmo, bëj diçka thash se unë nuk mundem më. Çfarë ka ndodhur, tha? I thash kështu puna, thash, nuk më lërhat plus thash, kam denoncuar edhe burrin, thash, për fajt të zotnit. Po burrin tha pse denoncova. Denoncova burrin, thash, se i çoj mesazhe burrit, që kam qenë në hotel Mall, si dhe ne ka thonë që nuk e di çfarë nuk ka thënë këtit. Edhe ky më kthye mua, u kthye kundër meje ky moj ti si ma bërë këte, unë do të bëj këte, unë do të bëj atë, unë u bëra me 2 pastaj. Njëri telefonin së pushante, kërcënime nga ky, kërcënime nga ai. Edhe unë u bëra në tym, nuk e dijam ku isham. Edhe unë nga kërcënimet e këtij të shkurta që më bëri, se kur thoshte kur të viu kam me të prej në qafë edhe ky, po ta drejtova edhe këtë. Dhe bu. S'kisha tjetër dërmam. Po, e vërteta. Unë duhet ta them të vërtetën, nuk duhet ta mëshej.
thot kjo mua, si ta thot, me këtë ditë, thot që ke arti këto sot, kjo punë u krye. Po i thashun qysh, lerat mua beta une meru me atë pjesë. Kishte lajmuar, ajo e madhja e mesit, kishte lajmuar shefen e kazermës ku jeton të ky, se ky jeton të një foyer, se di si i kojnë shqip kazermë, nuk e di se që kuve. Ndërtesë e madhe, gjithë cili ka një dhok. Gjithë kush ka një dhok. Kishte lajmuar shefen e kësaj godinës, edhe i kishte thonë që duhet me konvokue zotnin, që shuhet konvokim. Me qërtu. Jo, me qërtu. Me thirë në zyrën në byrën e saj, edhe me qërtu edhe me porosi, që gjithë hera e parë dhe e fundit. Qofse zoja ankohet edhe herë, ai do thirrë policia nga asistentet pastaj. Edhe unë sa kryeva punë tek shefja madhe, unë nisa për film me Altina në telefon. Po do të si ta si ja e mirë, po. Po të hahet kogas mu matët, i thash nuk ndalojnë mesazhet për ti, thash, po nuk di që atë bëj, thash me. Kam full, thash me shefen e madhe të 215, po të shikoj se që do bëj. Nuk shkunën 3 orë kur më thot telefon Tina, Olcita nesër, thot është i konvokuar, është i thirrur thot në randevu në takim në orën 9 me shefen e madhe, që shefi e madhe e jona thot nuk thret njeri kollaj. Edhe po tutet thot, më thot Tina po tutet thot se ta ka shumë frikë. Edhe i ka shku me një, thot mos ka bëu la gjë. Pra, dhe të themi e dashur Olcida që ky denoncim që bëre ti tek shefja e madhe që merresh me azilantët të shpëtoj nga ky njeri. Ai nuk të shqetësoi më. Ai denoncim që bëra më shpëtoi nga ky njeri. Po ishte shumë vonë. Ai ishte shumë vonë se unë isha shkatruar këtej. Unë këtej nga ana tjetër isha bërë beter, si i thë. Nuk, s'kishte me. Ishe konfliktuar me Artanin, të solli probleme me burrin, me familjen dhe të shkatërroje, kuptoj këtë pjesë. Jo, gjotane. Unë zotnin, nga momenti që e të nënsova të shefja e 115-ës, ai nuk u ndjeti me. Unë me zotnin jena po... Dhe e mua. Që të t'i vazhdoj e mua. Ai vazhdoj me t'i prapë. Edhe ka vazhduar me këtë, me mua nuk u morti me nga frika, po ka vazhduar me këtë. I ka çuar mesazhe pa fund, nga inati im që nuk... I ka çuar mesazhe këtij pa fund, edhe ka folur në për gjithë qytetin e Mecit, ka folur për mua. Kush ka parë shqiptar, burr ose grua, i ka thënë për mua, ajo është një kurb, ajo është një baxhell, çfarë nuk i ka thënë, unë kam qenë me te, çfarë nuk i ka thënë të gjithëve. Prandaj ky opinioni mu më ka shkatëruar. Edhe pastaj tjetra, më futin probleme edhe me djalin, djali ishte gati 16 vjeç, djali ishte burr, edhe djali u ktheu kundër meje, që shë trahtove ti babin. Unë ngatruam me djalin në shtëpi, për shkak të zotnis, për shkak të këtij, unë ngatruam me djalin në shtëpi, shkon djali më denoncon mua në polici. Më bën djali denoncim kundër meje, që mami është e dhunshme me neve. Policia në telefon Olcidën, hajde në rajon, sepse kena disa pyetje për ty. Shkoj në rajon të policisë, une, takohëm me zotnin ballë për ballë, unë duke hyrë, zotëria duke dalë, edhe u bëjmë që kështu në derë. Unë duke hyrë, ai po dilte, ai kishte problem se i kishte marrë shteti fëmijë, unë kisha problem se po më kërkonte policia për faktin që a jam një nënë e denjë me fëmin, apo jam një problematike, edhe atë ditë do të bërë kontrolli nga policia fëmijëve. Mi kanë quhet te mjeku se di si quhet, që i kontrollon për shenja. I kanë marrë të 3. Unë duhet i shoqërojam si nënë, e t'i prisjam, ata ju bonën atë autopsinë e kontrollin e fëmijëve, a kanë shenja dhune, edhe në pyetje të 3. Ari do ka qishte nervozum nga që mendonte nga tradhtia, Ari do ka thonë që po, ajo nuk sillet mirë, ande e këtej, ka thënë ka tradhtuar babin, ande e këtej, ka marrë 2 voglit në pyetje policia, ajo rreth mami, si sillet mami, këta 2 voglit kanë folur shumë mirë, ju kanë bolle, i kanë të vesh nga kamat e kuka, i kanë kontrolluar. Fëmia nuk doli asnjë lloj problemi. I lëshoi policia fëmijët, i mora i çova në shtëpi.
Por aty me Sabahun nga i moment u mbyll. Olsida, e kuptoj, ke ishur një tmerr me një person që Artani i quajti manjak femrash dhe shkatërroi. Dua të të pyes si e sot me Artanin. Sigurisht do më vi keq që se juve të dy do ndajni për një person që hyri dashur pa dashur në jetën tuaj. Po çfarë të them unë tani se na kena pas probleme pa fund. Edhe unë me këtë, kena pas probleme pa fund. Se edhe ky është shumë nevrik. Ky është tepër nevrik, ky është tepër xheloz. Ky nuk arrin të të kuptojnë. Ky nuk ka mujt me më kuptua mua. Tani burrë është, ky është burrë, unë jam grua. Kupton, nuk mund të bëhemi, nuk i kena rolet e njëjta. Por nuk ka mujt me më kuptua ky mua se vujtjen time deri në çfarë pike kam shku. Ky dinte e vetmja fjalë që hapte nga goja, dinte pa thonë pse. Po kjo pse nuk e di çfarë, nuk e di. Artani në live me mua sigurisht të beson dhe nuk dyshon asnjëherë se ti e ke tradhtuar. Këtë gjë më tha, unë nuk e besoj kur që gruaja ime ka pasur një marrëdhënie me të. Ne urojmë dhe shpresojmë që ai person që të ka shkatruar jetën ty dhe Artanit të marrë dënimin e merituar. Le të më dëgjoj Sabah Grutaj, është e rëndë. Nëse kjo histori është e vërtet, është e rëndë me gjithçka që ka bërë. E dashur Olsida, uroj që sot jesh një grua e fortë. Ai më ka thënë kaq. Se unë i kam dalë disa herë duke qarë. I kam thënë, më shkatërrove, i kam thonë, ore kam marrë fundun e i kam thonë, nuk mund e ma. Më ka thënë hidhu nga dritarja për mua, nuk më intereson. Hidhu më tha, po deshe hidhu. Unë timen e bera, nuk më intereson vujtja jote. Unë kaq misionin time e kryva. E dashur Olsida. Artan, përshëndetje. Përshëndetje. Ndesha me thënë veç një fjallë tani, ja. Shumë gjëra e gjua sot, ndaj kësaj bisede që bëra me Olsidën, që kurës më ka rënë vesh. Qa tha që sot prej goja se shumë gjëra unë si kam gjurë. E si me ndo tani si me falë atë. Kam thënë njerë që nuk e falë, po nuk e falën të jetë. Mos u bërë gjë me shtetë, kam u bërë gjë me Artanit. Të lutem Artan. Mirë, gjithsesi, Olsida, ti sot je një grua e fortë, mos u dorëzo. Kjo që të ndodhi, le të themi kjo dhimbje ktheje në forcë, bëre mirë që e denoncove, sepse ai person siç ka luajtur me ty, e ka bërë dhe me gra të tjera dhe kështu që do mbetemi bashkë në kontakt dhe nëse kërkon të japësh një mesazh atit personi që të bëri të vuash në vitin 2023. Ati personi, unë nuk kam çfarë të them, unë e le ndorën tënde edhe ndorën shtetit që të merren me atë, sepse unë personalisht nuk kam patur çfarë t'i bëj, as nuk kam çfarë t'i bëj. I lutem shtetit mos t'i lejnë lutë të mi shkojnë kohë, se unë kam 3 vjet e gjysëm që jam me lot në sy, nuk flerat, nuk has, nuk pi, nuk bëj një jetë normale nga shkaktar u bëj. Sabah Grutaj është shkaktar që unë jam shkatruar. Unë uroj dhe shpresoj që ky mesazh të shkojë në veshin e dur, zëri jote të dëgjohet dhe kushdo femër që ndihet e kërcënuar, siç je kërcënuar ti, e përndjekur ti përpara shumë viteve, le të themi, jo vetëm nga Sabahu, por nga të gjithë sabatet ndryshëm, të gjejnë guximin, të denoncojnë dhe mos të kenë frikë nga persona që bëjnë këto lojra të pista online për të zhvatur para dhe për të shkatëruar nëna. Turp të kenë të gjithë. E dashur Olsida, të përqafoj dhe uroj të bashkohesh dhe të jetosh e lumtur me familjen tënde siç ke qenë. Shumë faleminderit. Të përshëndes. Që po merresh me këtë çështje sepse këtu nuk kam gjetur zgjidhje. Ai këtu ka bërë çka ka dashur, ka lodhur çish ka dashur, edhe plus është kthyer ka ikur po jeton jetën e tij në Shqipëri, ndërsa unë jam akoma me probleme po shkak të tij. E dashur Olsida, të përshëndes, të përqafoj, përshëndetje Artan, përshëndes dhe ty.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori të dhimbshme njerëzore, histori reale. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.